Mirëmëngjes dhe përshëndetje të nderuar miq. Jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj jave të re, të parin takim për këtë javë dhe të fundit për këtë muaj. Është hënë data 31 mars 2025. Jemi drejt për drejt ora 7 fiks, nisim emisionin Ora juaj dhe për sot, ku do të qëndrojmë së bashku si zakonisht në këto 2 orë të parë të mëngjesit. Fillimisht dëgoj ju përcjell disa prej zhvillimeve kryesore të raportuara së fundit dhe kthehemi pas pak në pjesën e komunikimit me ju. Me lajmin nga vendi në oranews.tv, nga pyllimi i pallati i Fatmir Bektashit te kullat si po Gradeci po shkon drejt betonizimit. Lokali në Fier përfshihet nga flakët, ndërhyn 2 mjete zjarr fikse. Aksident në autostradën Milot Thuman, përplasen 2 automjete raportohet për të plagosur. Gura mira persona mbetën pa falur namazin për Bajram, të falet në namazja jo në shesh. Kryepeshkopi Ioan uron besimtarët musliman të Shqipërisë me rastin e Fitër Bajramit. Pengi politikës, avokati i popullit dhe komisioneri për mbrojtje nga diskriminimi me mandate të mbaruara. Tritoli që vrau Enea Thomarajn, GKK miraton sekuestrimet e telefonave të motrave Nikolli. Falja namazit pak më herët se njoftimi për qytetarët, reagon komuniteti musliman i Shqipërisë pati një gabim teknik. Çmendet 35 vjeçari në Fier jashtë çfarë bëri kunatës dhe fëmijëve të saj. Lokali përshtatur për shitje dhe përdorim droge, arrestohet 18 vjeçari pronari në Kërkim. Emri dhe video kap me kanabis dhe armë në makinë, arrestohet 56 vjeçari në Tiranë. Merr fund aratia autorit të ngjarjes së dieshme në Pogradec. Arrestohet 43 vjeçari në Kurbin, u kap me kanabis gati për shitje. Pamje në Fier besimtarët kanë falur namazin e Fitër Bajramit në xhaminë e qytetit. Besimtarët muslimanë në Lushnjë kanë falur namazin e Fitër Bajramit, një mëngjes i mbushur me besim dhe paqe. Në Vlorë festohet Fitër Bajrami. Pridrimi i munguar, sociologët kemi kaluar në braktisjen edukative të fëmijëve. Mendohet 36 vjeçari në Pogradec, autori në kërkim. Dyvishon sëmundjet alergjike në Shqipëri mjekët shkak ndotje e ajrit. Paralajmërim nga ambasada amerikane kush gënjen në përballet me ndëshkime serioze. Qeveria italiane miraton dekretin e ri për transferimin e emigrantëve në Shqipëri. Çfarë parashikon projekt ligji? Pregaj vitet e fundit turistët interesohen në turet kulturore dhe historike. Nga biste varset e Floririt arrestohet 32 vjeçari në Vorë. Visha për shkarkimet, prokurorët dhe gjyqtarët u shkarkuan politikisht. Elbasan vjen në pranga 2 persona për narkotik, 1/3 për mos kallëzim krimi. Makina si Kaladi Branche, pamjet e aksidentit të frikshëm në Kamës. Shpërthimi me lëndë plasës në lokalin në Tiranë, shpallet në Kërkim 47 vjeçari. Shkodër, policia sekuestron armë zjarri dhe municion brenda një banese i Jakujt i Përkisnin. Historia e suksesit e gruas nga komuniteti rom, krenaria ime më e veçantë, dita kur u diplomova. Babai dhunoi nënën, bëri kallëzim të re me pëson 36 vjeçari në Korçë. I dënuar me 1 vit për falsifikim parash, policia e Lushnjës vënë në pranga 27 vjeçare. Importuan produkte me salmonellë në Kërkim, administratori i kompanisë procedohen penalisht 3 inspektor të akuzë. Joana Nikolli reagon pas kontrollit që SPAK mbërin banesën e saj, tu ushtrohet presion dhe plagosi 29 vjeçarin në Kamës, policia shpall në Kërkim autorin e dyshuar. Aksident në Lushnjë, makina del nga rruga dhe përmbyset, shpëton çifti me fëmijën 2 vjeç. Aksidentet ran në 21.1%, një janar shkurt, shkaktarët kryesor mbeten shoferët. Jo me lajmin nga politika. Basha i përgjigjet Ramës, kujdes shoqet Ramës se kanë fillu me të bë hallvër. Ogerta Manastiriu thirrje prindërve të votojnë së mbyllur PS-n, Këlliçi skandaloze SPAK të zgjohet. 15-16 maj liderët evropian vijojnë mbërrinë në Tiranë. Rama imagjinoni bëhen dhe NATO-n që bashkëbisedojnë me bufin e Kënetës. Rama në Athinë do të uleni në çdo tryezë të Europës si Shqiponja
me pasaportën e Bashkimit Evropian fitoni lirinë. Rama në Athinë, pag mesatare 1.000 euro në mandatin e 4, do të ketë më shumë se në Greqi. Rama me shqiptarët në Athinë me votat tuaja vrapojmë drejt Bashkimit Evropian. Zbët politik me ushimin, dhe na i për filetot me salmonell kemi reaguar i kemi quar çështjet përpara. Rama publikon video me personazhet e politikës të animuara kryeministri për bufin dhe shokët e tij. Tedi Blushi, Fytër Bajram të gëzuar, Zoti do të pranoj sakrificën, lutjet dhe veprat e mira. Berisha uron Fytër Bajramin, do të dyfishojmë fondet për komunitetet fetare, ora e faljes së të premtes do të jetë orar pushimi. Beja uron Bajramin muslimanëve shqiptar të ishtrim dorën njëri tjetrit. Në 4 vjetorin e ndarjes nga jeta, vajza e Bashkim Finos kujton të Atin në një shprehje të Ben Blushit, na mungon pa fund. Fytër Bajrami me ta uron besimtarët me zemrën plot besim të punojmë së bashku për një Shqipëri ku dielli ndriçon për të gjithë. Fytër Bajrami Rama uron besimtarët, Zoti ma pranoft lutjet dhe ju shpërbleft për të gjitha sakrificat. Kreu PD Sali Berisha uron besimtarët musliman për natën e Bajramit. Berisha kritikon BE-n, administrata e Brukselit mbështet drejtësinë politike. Ktheuni në Shqipëri, Rama investoni në fshat 500 aplikantët e parë pa taksa për 10 vite. Rama me migrantët në Kret me pasaportën shqiptare BE të Bashkimit Evropian jeni si grekët. Gjuha e Ramës, Berishës dhe Bashës, ekspertët e komunikimit flasin për Euronews. Sali Berisha i kthen rreston Lulzim Bashës, kërkon heqjen e simboleve të PD-s nga koalicioni Euroatlantik. Një 11 maj, KSZ cakton 93 vendet e numërimit të votave. Ardit Bido i përgjigjet PD-s, doktor dole prap blof, shihemi në kuvendin e shqiptarëve. Berisha, fronzimi i fort lumturisë së Di Johani, është një ngjarje e madhe në historinë shpirtërore të këtij kombe. Blushi do mbështesin bujqësinë me 30 miliard lekë çdo vit, 10.000 euro grant për çdo biznes të ri bujqësor familjar. Vangeli KGZ përjashtoi nga lista Partinë Socialiste. Drejtori i arkivës Ardit Bido vazhdon të jetë në detyrë ndërsa bën fushat për deputet. Për të ndryshuar sistemin, duhet guxim, hysaj ndryshimi nuk ndodh duke pritur me duart nga qielli. Frymëzimi i Zot Johani si kryepeshkop Begaj qofshi një udhëheqës që ndërton ura dhe që përhapni dashni me paqe. Vendi po humbe dërin Doris Pak në konferencë me Berishën, Shqipëria ka pasur shansin të jetë në BE. Nga Berisha dhe kreu i KMSH-s ja personalitetet në pranishmen në fronzimin e kryepeshkopit Johan. Berisha, gratë dhe BPS mbështetën PD në ditët më të vështira, kjo narkodiktaturë u bekua me heshtje edhe nga Bashkimi Evropian. PD 27 ton fileto pule kontaminuar me salmonell në tryezat e shqiptarëve, qeveria dhe ministret denaj të largohen me njëherë. Pas premtimit e Europës nis procedura për çaje Sundor Rama, fton të rinjt e FRPD-s, nuk ju bën syritar. Nga Shqipëria, Ballkani, Europa e deri në SBA si kufizojnë deputetët për qenë aktiv në biznes. Ero kur je me mua tradhtar në i shitur kur më del për balë, Rama me të rinjt e FRPD-s, mundësi banale karakteristike partisë suaj. Rama sërish në Greqi, takim me diasporën shqiptare në Kret. Berisha agjerimi akti më fisnik, ku njeriu prek sakrificën, t'i lutemi Zotit që Ramazanin dhe Bajramin tjetër t'i presim siç na do zemra. Jo me lajmin nga rajoni. Tronditse në futbollin grek, 21 vjeçari pëson kolaps në fushë dhe humb jetën në spital.
Realizimin ato marrëveshjen për ndërtimin e urës mbi Bun, projekti 20 milion euro drejt realizimit. Kurdi uron Fidel Bajramin, qoftë ky muaj rikthim të vlerat më të pastra njerëzore, dashuria, mëshira dhe solidariteti. Certifikimi i zgjedhjeve të 9 shkurtit, Kurti publikon hartën elektorale, do të na shërbejë në përgatitjet për zgjedhjet lokale në vjesht. Kosova vazhdon të përballet me sfida të mëdha në tregun e punës, të dhënat papunësia në nivel të lartë, njësoj si në vitin 2023. Industria serbe e naftës thot se sanksionet amerikane ndaj saj janë shtyrë përsëri ...26 vjet nga masakra e forcave serbe në Beleg. Osmanin, drejtësia mbetet borxh ndaj historisë sonë. Shpallet gjendje jashtëzakonshme në Bosnjën Perëndimore pas rritjes së nivelit të ujit të lumenjve. Shermes shqiptarësh në Greqi, plagoset 17 vjeçar. Ora dialogu Kosovë-Serbi nuk ka vdekur. Aksidenti rënd Kosovë 5 të lënduar. Analiza e Radio Europa e Lirë pse ka rëndësi njohja e pavarësisë së Kosovës nga Kenia. Përdorimi i armës zanore kundër protestuesve, NASA zbulon gënjeshtrin e presidentit serb Vučić. Zvecla në Sloveni sulme terroriste në Banjsk mbetet çështje e pazgjidhur. Kosovë presidenca kundërshton propozimin për shtrëngimin e energjisë elektrike. Betohen 344 rekrutë të FSK-s. PDK e hapur për Kurdin Hamza, Kosovës nuk i duhet vakum institucional. Osmani FSK po dëshmon se është e gatshme t'i bashkohet NATO-s. Tensione mes Turqisë dhe Greqisë, këngët e paratës ushtarake ndezin fërkime politike. Kapet kokain me vlerë 6 milion euro në portin e Pireut ishte fshehur në kontenerët me banane. Tërmet i fort godet Sandorini, banorët rënditet nga lëkundjet e forta jashtë sa ishte magnituda. Lëvizja vetëvendosje i drejtohet kushtetueses kundër vendimit të Supremës për votat me post. Radio Europa Lirë mosmarrëveshje të vazhdueshme mes Kosovës dhe Serbisë për vizita zyrtare. Posta e Kosovës shtrihet edhe në veri hap zyra në Zubin Potok dhe Zveçan. Pas verifikimit të rezultateve Kurti, qeveria kaloi në fazën kalimtare të funksionimit si qeveri në detyrë, certifikon rezultatet e zgjedhjeve lëvizje vetëvendosje 42.3%, PDK 20.95%, LDK 18.27%, AK Nisma 7.06%. Jo me lajmin nga bota. Presidenti i Iranit refuzon publikisht thirrjen e Trump rruga për diskutime. Netanyahu do të vizitojë Hungarinë këtë javë pavarësisht urdhër arrestit të ICC-s. Netanyahu, Izraeli është i përgatitur të negociojë për ditën fund konfliktit në Gaza. Scholz bëhet e gatshme të përgjigjes Shëbaz për tarifa tregtare. Irani refuzon negociatat e drejt për drejta në një letër drejtuar Donald Trump. Numri humbjeve është rritur në 1700 pas tërmetit fuqishëm në Myanmar. Viktor Orban refuzon urdhrin e gjykatës penale ndërkombëtare, kryeministri hungarez do të presë në një vizitë Benjamin Netanyahu. Arrestimi i Ekrem Imamoglu. Protestat turke përhapen edhe në rrugët e Berlinit. Tërmetet shkatrimtar ishin të bllokuar në Rënoja, shpëtohen 4 persona në Birmani. Suksesi ekonomik i Kroacisë maskon problemet e reformës. Vance po bëhet gati të heqafe Mike Waltz. Trump sfidon kushtetutën amerikane, presidenti i Shteteve të Bashkuara do dhe mandatin e tretë, shumë njerëz po ma kërkojnë. Paralajmërimi i frikshëm i Bill Gates, a është inteligjenca artificiale një plan satanik i shtetit të thellë?
5 fluturime të dyshimta, misteri i dronit rus që spionon mbi qendrën kërkimore të Bashkimit Evropian. Emigrantëve do të kontrollohen dhe mediat sociale në Shtetet e Bashkuara. Macron dhe Starmer, mbretërit e rinj të rrëzuar me nostalgjinë për madhështinë. Vetëm 1 minutë në ajër është për të në qetë raketa lëshuar nga Europa për në hapësirë. Tërmeti i godet i shkullin Tonga, lëkundje sismike në magnitud 7.1 shkallës Richter. E blokuar për më shumë se 50 orë në rënojat e pallatit të shempur nga tërmeti, 35 vjeçari shtatzën nxilet pa jetë. Norvegjia ringjall bunkerët e luftës së ftohtë përballë kërcënimit rus. Netanyahu, sulmet e Izraelit ndaj Hamasit do të intensifikohen. Trump i zemruar me Putinin kërcënon me tarifa shtesë për naftën ruse. Presidenti i Iranit refuzon thirrjen e Donald Trump për bisedime bërthamore. Do të ketë bombardime nëse nuk arrihet marrëveshje, Trump kërcënon Iranin. Kemi humbur gjithçka, Fitër Bajram në predhat izraelite si e kremtuan banorët e Gazës festën me xhamitë e shkatruara dhe në luftë për mbijetesë. Në fund lajmi nga sporti. Zguros si ka mundësi që ftohet Bruti dhe jo një lojtar si Lindon Selahi, kampion Kroaci. Silvinjo është bërë më shqiptar se shqiptarët, Sulozeqi, mos ta aktivizosh Muçin është mëkat. Artur Lekbello, do e kemi më të vështirë me Letonin se sa me Serbinë. Mbrohu mirë me të fortët Muço, Silvinjo është pak trajner i trembur. Kualifikuesit e botërorit 2026, Muça e Anglinë menaxhua mirë Andorra në fitore domosdoshme. Historia e kombëtarës Tomaj, mënyra se si humbëm në Angli ishte pak e çuditshme. Konte trajneri është termometri i ekipit në futboll, duhet të ndihet çdo rënje tension. Kozezao për bën ironi për Ibrahimovic, fatkeqësisht nuk mund të luaj, Champions si është i mundur. Flik në versionin e tij më të ashpër për Ansu Fati, lojtarët e tjerë më tregojnë se duan të luajnë. Sandro Tonali kundër rrjeteve sociale që nga mosha 17 vjeç e përdor celularin vetëm për. Tudor debutoi me fitore në historinë e Juventusit, luajtën me zemër, duhet të kënaqim tifozët ta. Surpriza në kupën angleze Nottingham Forest shkruan historinë. Messi Ronaldo në një ekip, skenari më i çuditshëm i futbollit mund të realizohet këtë verë. Zyrtari Partizani prezanton drejtorin teknik, ish lojtari i kuq, merr postin e rëndësishëm. Rejmanaj në superform shënon 2 gola në Turqi. Griezmann thyrë rekordin e Messit në La Liga. Mbappé dhe Bellingham përmbysin Leganes. Diego Simone në hall merr ofertën 35 milionë euro për të virin. Vendimi goli i Murcialës ndaj Italisë, Liga Gjermane ndryshon rregullore. Beşiktaş fiton derbin e Stambollit me Galatasaray. Vedat Muniq i zhgënjur me Majorkun, unë dua të bëhem një legjend e klubit, por drejtori sportiv konfirmon Xabi Alonso do të qëndrojë te Leverkusen. Juventus thyen Genoan. Tudor debuton me fitore dhe Bardezint, Muçi i shtang me Eurogol Galatasaray, por Azori prish festën e sulmuesit të kombëtarës. Ronaldo kput dhe Piolin, trajneri pranë largimit nga Al-Nassr për shkak të portugezit. Këto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të paktën 24 orëve të fundit, që ne ja u përcjellim çdo ditë përmes faqes së webit oranews.tv, ku ju mund të keni edhe vet akses. Kthehemi në studio. Kthehemi në studio dhe vijojmë programin me telefonata dhe bashkëbisedimin me ju si për herë në dy numrat e kontaktit 068 99 00008 dhe 068 60 54 639, ora 7:20, nisim këtij javë të re në emision, do të jemi deri në orën
8:50 si zakonisht në fakt nga hëna në të premte për orën 7 deri në orën 8:50 drejt për drejt në Hora News në radio 96.7 MHz dhe në live stream në oranews.tv, pra keni disa mënyra dhe forma për të na ndjekur, por pse jo edhe për të kontaktuar me ne sipërmes bisedave në studio, ashtu edhe në mesazhet në rrjetet sociale. Ju presim edhe sot në takimin e parë të kësaj jave dhe të fundit të këtij muaji, është e hënë sot, data 31 mars 2025, ora 7:21 minuta, është koha e komunikimit me ju. 068 99 00008 dhe 068 60 54 639 me këtë ndrimin e orës prej ditës djeshme. Kemi telefonat? Presim pak momente për telefonuesit e parë të këtij mëngjesi. Numrat i keni në të djathtë të ekraneve tuaja, ne ju presim si çdo ditë nga hëna në të premte për çdo problem apo shqetësim që ju keni. Jeni këtu, mund edhe të na shkruani nëpërmjet rrjeteve sociale, sikundër e bëni zakonisht, jo vetëm gjatë hapësirës të emisionit, por keni mundësinë dhe të drejtën patjetër edhe në çdo kohë. Bukur. Ora 7:21 minuta, ju presim në 068 60 54 639 në 068 99 00008 për të bërë pjesë e emisionit. Okej. Në rregull. Alo, përshëndetje. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Si jeti? U lezoni televizorit, të lutem. Po. Klodi, Po. jam Artur Vullaj. Krye familjari, kemi marrë para 2 javësh. Po. Mbasi javë erdhëm të takuan personalisht si unë dhe bashkëshortja. Problemi i çështjes së tërmetit më. I kujt? Nuk të Çështja e tërmetit, kemi ngelur akoma ashtu jemi në Lëviz 24. pak nga aty ku je se nuk të dëgjoj mirë, të lutem. Okay. Shlarguar. Mirë. Okay. Presim tjetër. Ora 7:23 minuta në 068 99 00008 068 60 54 639. Okej. Alo, përshëndetje. Kemi telefonat? Po, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Po uleni zërin televizorit, ju lutem. Po. Mirëmëngjes. Alo. Alo. Po. Bugi Elias jam në apelatit, kam thënë bratë porosin ato viteve të kempit. Po më vjen asim bilje vetë në s'ka harë, vetë të Olbenja s'ka harë, vetë të posa s'ka harë. Shiko. Po. Ka një gjë dhe gjithmonë që ne kemi pyetur të njëjtin përgjigje apo sjarim kemi marrë, që do thot përgjigjet e dim që vonojnë, në çdo rast përgjigjja vjen i dashur nga kempi. E dim që vonon dhe është patjetër e pajustifikueshme, por vjen. Po vadi 9 muaj gati. 9 muaj. Po, që kam e sa e ka vati bëjtë këtë bëjë atë, vati 3 muaj, vati gati që kam bëjmë të Olbenja. Shiko, ke një dokument aplikimi në Albania që e ke bërë? Kam bërë 2/3 sigurimit atje dhe Jo, kam bërë këtë pjesë. Po them. Ka thënë që në rregull dokumentat, prit. E kuptova, po. A ke një dokument kur ke aplikuar para 3 muajsh, po themi? Dokument. Që kam quar ato që i postova me post në ato të Olbenja, i kam quar atje vata për ka vata 3 herë, i ke në rregull. I përgjigje. Do ma japësh pak numrin e telefonit, të lutem. 068 67 Po. 76 857. 857, ë? Po. Okej. Falenderoj. Ditë mbar, shkojmë me telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjesi. Alo? Klodi, Mirëmëngjes. mirëmëngjes, të mora përsëri, ashtu Mullaja. Urdhro, se kishe ndërprerje me valët i dashur, po më thuaj.
Tani më dëgjoj. Po të dëgjoj shumë mirë. Para 2 javësh të takuam. Po? Flisni. Po si duhet ka problem pastaj. Mirë, presim pak momente, ndoshta telefonata e fundit e kësaj pjese të parë. Urdhoni? Nuk ju dëgjoj? Okej. Keni me njëri tjetrin aty, në rregull. Kalojmë publicitet atëherë dhe vim pas pak apo duhet kemi edhe një tjetër reklama dhe vim menjëherë në pjesën e dytë programit, mos u largoni, kthehemi shpejt. Për të folur jemi. Kthehemi në studio në pjesën e dytë programit, ora 7:30. Vlasim për ujin, e dini tashmë që duhet konsumoni ujë shumë të mirë në shtëpitë tuaja dhe për ata që na pyesin shpesh si t'i arrim kësaj gjë, përgjigjen e keni me një emër. EcoSoft bën të mundur trajtimin e plot të ujit, fjalë vërtet shëndet kur ka dështirë. Dhe e kthen atë të konsumueshëm patjetër. Me një test apo analizë të thjeshtë ju mund ta bëni këtë, sikundër e bëj unë shpesh, por edhe për merakun tim patjetër, se pavarësisht që e kemi këtu, ndonjëherë duhet të tregojmë më shumë se sa të kujdesshëm, ose gjithmonë. Kështu që telefononi në 067 40 40 504 për të bërë tuajin EcoSoft, për të ndihmuar veten në mirë shëndet dhe për të mos pasur një ndër problemet që ndoshta ju ka shoqëruar më gjatë deri në këtë pjesë të jetës tuaj. Kështu që faleminderit EcoSoft dhe faleminderit ju që e zgjidhni. Bukur, vijon komunikimi me ju në këtë pjesë të dytë, ora 7:31. Mirëmëngjes e dashur. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Të mbarë të dikaraj të urojmë. Faleminderit. Jam një zonjë nga Kosha 61 vjeç, mundet të njetë kjo ndihma ekonomike për pension? Jo zonjë, ndihma ekonomike nuk llogaritet për efekt pensioni dhe asnjë lloj ndihme tjetër nga institucionet vendore, pra nga bashkitë, përveç se pagesës së kempit nga ata që paguajnë prej sigurimeve shoqërore. Okej, mori përgjigjen zonja dhe iku me vrap. Jemi në pjesën e dytë, prej orës 7:20 në komunikim me ju në 068 99 00008, 068 60 54 639. Mirëmëngjes. Alo? Alo, Klodi. Urdhro. Klodi, më dëgjon? Po. Arturi jam që të mora... Artur, po pse të bie linja? Nuk e di. Dëgjon. Më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. More, s'kemi marrë asnjë farë përgjigje nga ana jote për çështjen e tërmetit, që jemi 44 për rekonstruksion. Unë nuk jam bashki jo, Artur, që thua s'kemi marrë nga ana jote. More, një sekond, unë e di shumë mirë që ti nuk je bashkia. E pra, natë do interesohet të përgjigje. Po e diti që jam interesuar unë apo jo? Po nuk e di. E pra. Kur të kemi përgjigje i dashur, dhe ja u përcjell dhe juve. Faleminderit. Okej. Ik me telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Tani se unë bë këtu. Kemi tjetër? Okej, presim pak momente. E kemi. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Urdhoni. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jam Adrian Koçani. Si e mo? Nuk e di, ju erdi ai dokumenti që unë isha me postë të dha. Po i dashur, ka ardhur dhe i kemi dërguar në institucion. Oh, faleminderit shumë faleminderit. Asgjë fare. Sa kushtojnë shpenzimet, që lutem? Që kur të kemi lek që u postoj, që u dërgën në postë lekët. Neve? Sa ju kushtoj? E kemi të shtrenjtë shpenzimin i dashur. Po sa? Një buzëqeshje. Faleminderit, po s'kam do ta shpij. Ja, bravo. Ky ishte shpërblimi më i mirë që mund marrim nga secili prej jush. Shumë faleminderit. Dakor, i dashur. Se thosha, numrin e telefonit tim e keni ju lutem. E ke aty e kishe në zarf, në dosje. Po, kuptova. Ju pafshim gjithë mirë. Ti je mirë. Faleminderit edhe ty për telefonatën. Shumë e bukur kjo. Okej. Mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Çfarë bën? Euronews. Urdhoni. Uleni zërin televizorit, jo Euronews, Ora News. Më fal. Po. Mund të flasësh me Klodi Karan?
Klodi. Po. Po, më thuaj. E po, jo be një qytetar nga Korça. Ashtu. Dhe drita deri tash që janë privu akoma ka një 2 ditë. Vati dielli më në Vosçopi themi në edhe drita i mbajnë në kusem korrent të bëjmë ashtu tërë ditë në qytetit të tëra mbledhur. Dritat e rrugës. Dritat e rrugës. Tërë të rrugës, tërë Korça. Si ka mos e morë ditë për ditë javës. Po pse kështu? Po pse kështu? Nuk e di, pastaj ju mora ju. Jo, pse kështu po është pyetje për të bërë, po s'po të kërkoj llogari, jo. Po jo? Në të gjithë qytetin po thua? Te qyteti më shkë ndritë. Oh. Të kusemi, thot, i fikin nga të gjysëm, që shkepet. I fikin me vonesë, domethënë. Po, ja, të shë akoma e ndezur, e bej sapë, që të shqit vazhë gjilëpere, për që ndisë, brita tapo. Tani që ndryshoj dhe orë, thuaj, i mbajnë më shumë. Ja u përcjellim institucioneve, ndërruar, faleminderit që na tha. Faleminderit shumë. Ditë mbar. Bukur. Alo. Urdhra. Urdhroni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, ju lutem. Po. Ule televizorin. Po ule në zero se nuk të duhet. Lodi. Ule zërin e televizorit, pastaj flasim. E ulëm. Po, Lodi. më thuaj, urdhro. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Unë jemi personi që morë një ditë edhe më kërkove emrin edhe nuk ashtu da më ishe me vonesë mëllët. Po, ma thuaj. Unë kam emrin Besnik Gripshi. Për çfarë problemi ndëruar? Unë kam problem për pronët e babës. Pse? Edhe e të hem Gripshi me numër dosje 52. Po më thuaj problemin. Për pronët e babës atje në Tiranë, domethënë ke ATP-ja. Po. Në një dokument ke aty që ke aplikuar i dashur? Kam dokumentin ta. Mund të banisësh të lutem? Kam dokumentin që kam marrë në 94 në Komisioni Bashkisë, Nuk ka problem, çfarë lloj dokumenti tjetër? Është dyshmia të shqipnisë babait me emrat e personave që i kalon. Edhe aq na mjaftonin ndëruar. Na e sillni? Cilin do? Çfarë do? Nuk ka rëndësi, një nga dokumentet i dashur. Një nga dokumentet? Po. Kuj do të jetë? Po tani se ti gjej një mënyrë për të ndaj nisur nëse mundesh. Ku ta japun atë? Numrin e dokumentit. Ja pra, me numër dosje dhe 100 kodue. Po na duhet një dokument i ndëruar. Më jep një numër telefoni. Do numër telefoni? Po. Në rregull. 069 Veç një moment, të lutem. 31 Prit pak. Ah. Po? 069 ham? Po, 31 31 20 20 apo 00? 00. Po. 522. Bukur. 4-2. Po të shkruaj një mesazh atëherë. Si mesazhe? Ja, kur të mbyllësh telefonin do kesh një mesazh aty në telefon. Dakor? Në rregull. Ditë mbar i nderuar. Po, sapo erdhi. Mirëmëngjes, telefonata tjetër? Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëroni. Një banor nga Tirana jam, kam këtu rreth 35 vjet. Banor, më kupton, dhe nuk mund të marrë dot një certifikat në njësia 3. Jam munduar shkoj atje, jo e ke në filan lagje, jo kështu dhe nuk më del. Për një certifikat e gjendjes civile, do më thënë Alfred Sulse dhe Petit Sula, kam qenë banor, më kupton, edhe nuk mund të marrë dot. Që duket kam bërë o falsifikime ose diçka tjetër dhe nuk mund të marrë dot certifikat në gjendjes familjare. Në vitit 1992, Po pra. kur jam bërë privatizimet. Tani ndryshimi kur është bërë? Ndryshimi është bërë në vitin 2000. Se unë atë kohë kam qenë në Gjermani. Kur jam pyet,
nuk kam ekzistuar fare, sikur s'kam qenë fare në Tiranë. Po bitë, çfarë lëvizjesh ke bërë që të... Po këto mund jetën shumë letë. Unë duaj që se kam qenë banor, kam qenë me pasaportizim në Tiranë. Po pra ti tani e ke problemin për çështjet e viteve apo çfarë? Jo, për çështje pronësie, kam qenë në atë banesë, më kupton? Edhe një. Te një Fia 3. Po. Dhe më është të fshirë fare ajo që kam qenë. Po jo më kërko certifikat, o ndëruar, pse të shfshire? Nuk më japin certifikat. Në Albania? I kam vajt në polici, s'kam dëmë vënd, më të shojnë, jo shko tek Air Albania, jo shko këtu, nuk del fare, i kore thot, unë po të them 35 vjetë, ku vje do të pa një dokument, pa një gjë, unë kam që me registrime në gjitha, pasaportizimin e kam bërë në atë ko, gjithashtu dhe të librimet të tëra i kam bërë në Bashkinë e Tiranës. Nuk e di çfarë ashtu luhet, ajo për në një gjë. E qa lutë më, shiko, Albania është një portal, po themi, që t'jep mundësi për ta marrë të certifikatë në këtë vit që ju kërkoni. Nuk ke pse shkon diku për ta kërkuar këtë gjë. Po kështu më kanë thënë të gjitha vende, pa ajo që duket ka marrë në një diçka dhe ndaj nuk ashtu, nuk ma jep. Kush nuk ta jep, po ndëruar se Albania është e joti, është e secilit. Nuk e kam të regjistruar, nuk ma kanë sjellë ata atje, më thot ajo era Albania. Po jo bre, kush ajo në Albania? Albania e kanë telefoni tash. Ma i po nuk është regjistruar fare, sigur nuk jam fare banor i Tiranës. Unë kam qenë ushtarakor, kam qenë në gardë në atë kohë. Në 97, në 2000 kam ikur në Gjermani, për u bërë rëmujat. Po dashur, kadastra çfarë thot? Po e kemë to, po më merr certifikatën e gjendjes familjare të vitit 90. Po merre nga Albania, i nderuar. Nga Albania, nga adresa jote, ti e merr atë për 5-6 ditë. Po e kanë bërë dhe nuk ma kanë dhënë, a kupton. Po kush nuk ta ka dhënë se është sistem elektronik i dashur, nuk është se sta jep njëri. Po nuk është hedhur, janë bërë falsifikime, a kupton atë. Edhe atje kur vetë të gjendja civile, ajo e ka, një ditë ashtu, Ivara nuk ta jap fymë, tha mua. Të vija i buri që ka qenë, domethënë, krye familjari, pa i ka bekur. Më silla atë, thot, nuk ta jap fymë, thot. Po shko çoja te vendi thuaj. Ati që, po nëse, tjetër gjë kjo, ma i pak numrin e telefonit. Nuk e di përveç kësaj nëse do ketë mënyrë tjetër apo jo, po më jep një kontakt. Mirë, ble, 068. Jam Klodi unë. Po? A, Klodi. 068 222 7 Po? 443. Po. Faleminderit i dashur. Faleminderit për ju. Shkojmë në telefonat tjetër. Alo, përshëndetje. Ka shtypur dy buton e thirrjes. Mirë, presim pak për të tjerë. Alo, mirëmëngjesi. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Flas nga Vlora. Jam një pensionist. Po? Kam 2 vjetë që kam dalë pension. Punoj në një firmë private. Po bojnë sigurime shoqërore. Po. Nuk di, do të kemë ndonjë shtesë pagën në pensionin tim? Po vazhdon punë dhe merr edhe pensionin apo nuk ke merr pensionin? E marr pensionin. Jo, i nderuar, për fatkeq nuk ka në këtë lloj skeme. Po sigurime shoqërore që unë dërtuem. Si ku shkojnë? Ku shkojnë sigurimet të ndër? Firma dërtë sigurime shoqërore. Te sigurime shoqërore shkojnë. Atëre, po unë privilegjit tim që unë dërtë. Atëre, si pas ligjit, kjo është ana morale, që mund të bijem 99.9% dakord. Pse të mos marr shpërblim, le ta quajmë kështu. Po, ndërsa ana ligjore i dashur është që për ta përfituar këtë, çdo person mosh pensioni, duhet që
Në rast se do të përfitoj nga puna pas pensionit, si rrjedhoj pagesës sigurimeve shoqërore, duhet mos e marr pensionin për sa kohë do punoj. E di që s'do bish dakord, edhe unë s'jam dakord, por ligjërisht kështu është. Faleminderit. Mirë, faleminderit edhe ty. Shkoj me tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Urime dhe dita e dytë e Bajramit gëzuar. Dita e dytë e Bajramit gëzuar? Po. Po pse është në sot fest, musliman? Është 2 ditë domethënë. Po, për qenë 3 ditë, po 2 ditë do thonë festohet. Okej, nuk e di këtë gjë. Kanë një banor i Kurbinit. I Kurbinit? Po, edhe kam dhe pasurit të gjyshit, i kam bë letrat në ATP në Tiranë, i kam bë që me kanë 98, edhe një i gjallëgja im shkoj i tërhojs letrat atje. Edhe unë tokën e gjyshit e kam në zamën e Vanesa, me shkollë, me eshtu, si do të veprohet. Po do aplikosh... Që unë njofë, tokën e kam njofë, pasurin e gjyshit e kam njofë me gjykat kasacioni, me gjykat kështu. Po pra, në rast se në këto kushte dhe këtë gjithë dokumentacionin e nevojshëm, shkon në kadastër. Adresohet prapa ato? Cilat? Për shembull, si ka tërheq letrat e për krimin e agjensisë trajtimit pronave. A e ke për kompensim? Po për kompensim, për marrje toke, se ka tokë lirë. Dokumentacioni të dërgohet në ATP nderuar dhe në varësi të mënyrës se si procedohet, qoftë kompensim fizik, financiar, kjo është varet pas të jam tërheq letrat, nuk kanë më atje. Po si ndrejshur, por atëherë nga kush e prisni që të kompensoheni? Po s'kam si ka thonë. Jo, te ATP-ja i dashur. Atje do ndërguar dokumente. Po, patjetër, është i vetmi institucion që trajton. Prandaj është ATP, Agjencia e Trajtimit të Pronave. Po e dyta. Ma thuaj ti të dytën. Po jo, e ta them, po kam bën letrat e shtëpisë në 2019. Në qarkun e Lezhës, se na kap qarku Lezhës. I kam paguar të gjitha tarifet e të tash taksat, edhe akoma e kam bën për të shpëtuar 200.000 lekë, edhe s'm ka ardhur akoma asnjë lloj zgjidhje. Ku janë ankuar ose ku e ke kërkuar, po themi? Jo, në Albanin tim edhe e kam kërkuar dhe akoma nuk është bë përshëndimi, nuk kanë ashtu, nuk kanë bë procedura. Në emër kujt është bërë aplikimi? Në emër tim. E ke? Do të vrej atë aplikimin atu, edhe ato mandatet, edhe do t'i dërgoj me email. Okej. Faleminderit. Juve, faleminderit. Përshëndet. Faleminderit për telefonatën, shkoj me tjetër. Përshëndetje. Përshëndetje. Nga Kavaju flasim. Po. Arturi Klëdhi. Po Turi. Morëm pagesën e invaliditetit të verbrit dhe invalid që marrin nga bashkia, nuk morëm shërbimin në 100.000 lekë. Paguani nga bashkia? Po. Po jo, nuk ishte këtë herë pjesë kjo kategori tash. Në rregull, po. Faleminderit. Gëzuar, faleminderit dhe juve. Për telefonatën, presim tjetër, jemi në pjesën e dytë. Alo, përshëndetje. Alo. Flisni, ju lutem, uleni zërin e televizorit, ju lutem. Alo. Urdhroni. Alo. Urdhëro. Gazetari? Klodia. Të lutem, Klodi, pra 3-4 ditës një bëra një telefonat për puna të tokës 20 metër katror që ka në hipotek në tesën me të gjitha. Që nuk kam ku ta paguaj. Çfarë pagesë është kjo? Kam një 3-4 ditë, gjëve kam si dhe nuk e gjashtë një punë telefoni. Po, për çfarë problemi? Unë kam një ndërtesë me hipotek me letra të rregullta. Është 107 metër katror. Po. Ka poshtë 60 metra është e paguar se kisha tokën time,
pjesa tjetër nuk është e blerë. Do aplikosh në kadastër i ndërruar, e para për statusin e pronës. Vajtë që ka vajtë kadastër, dhe kadastër thot nuk jam u që shes tokën. Edhe në bashkim vajta dhe bashkim ka këtyrë përgjigje nuk shesin dhe tokën. Po jaj. Më kupton, i kam bërë këto lëvizje. Po, varet si janë bërë, më lë një numër të lutem. Po vajla shëran dhe parë. A, ba thuaj 3 shifrat e fundit, se së të mbaj mend nga zëri tani. Se të më lunën, më falë. Jo, s'ka gjë, jo, më thuaj. Jo, s'ka gjë, 3 shifrat e fundit më thuaj. 068 Jemi madhet plot, okej. 068 22 33 Po, 796. Na fjeri. 796. 796, yes. Okej. Të shkrova një mesazh dhe komunikojmë pas programit. Faleminderit. Do më veni vetë? Po, Faleminderit. të përshëndesi dashur. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Mirë, Mirëmëngjes. shkeni. Mirë. Kam i diçka, një nga pres nusë e miti, i del para martësore e divorsuar. Edhe tani dele martur, halli ka një prona, jo nuk ja bën notere, thot gje burë në parë, ku ta gjem burë në parë, e për ka dhegje këtu del, e kërkojmë, kemi zdim që bëjmë. Po, si ndodhi kjo? Në shqitin e pronës, e zorja jo noterja atje, se që i e divorsuar më para, tha du të gjithë burri parë, se mos ka dhe i pjeskarë. Po s'kam temë, kanë qenë gocë, unë që një brimë në kam bëna ma sa në Greqis. Kemi një muj. Do më thënë, e kanë martuar me zorë herën e parë, Po, unë ka marrë që një kam në gocë, martesën e kam e egziston e martur tani. E martur tani. Ku ta gjenë burë në parë tani. Po, ha, pra si bëhet? Tani ku di unë ja, më thanë ore për meri e këtë gjabin. Po do të pyes, nuk është se ka... Do për ti ku ta zhjivim tani. Vajte ke gjenë të vile, zdi që bëjë, tha ishë bërë gabim atje, tha ke hevi ato, tha, në sistem. Nuk e di, është e parë që dëgjoj për këtë dhe problematike, duhet të pyes që të them nëse ka një zgjidhje, dakor? E di sa problem, mbile unë dhe sheba në Tiranë takojnë, nga lushet në Tiranë. Jo, s'ka problem, mos u shqetëso fare. Do mundohem që nesër të t'jap një sqarim, dakor? Ros për lëmeri. Përshëndes, faleminderit e ty për telefonatën. Okej. Presim tjetër. Është 7:52, jemi në fundin e pjesës së dytë programit. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Se kaloni? Jam një Mirë. zonjë në Librazhde. Po, duhet ulur zërin e televizorit e dashur, të lutem. Po. Të lutem. Dua dhe 2 vjetë që të dalë në pension. Po jam me dëgjojm Klodi. Po të dëgjoj shumë mirë ju. Po, edhe jam me ndihmë sociale nga komuna. Mund ta përfitoj pensionin? Shiko, nuk qëndron pyetja, e dashur sa vite punë keni në gjatë Nuk jetës kam tuaj? parë ditë pune. Po jam kështu invalide, Po jo. nuk jam e sigurume. Po invalide je nga sigurime shoqërore apo nga bashkia? Jo nga komuna. Jo, e dashur, Ndihmë nuk sociale. llogaritet për efekt pensioni kjo periudhë. Po, faleminderit. Asgjë fare, të lutem. Kalojmë në publicitet dhe vim pas pak në pjesën e tretë të programit, mos u largoni. Kthehemi në studio në pjesën e tretë të programit, ora 8 fiks, vijon komunikimi me ju prej orës 7:20 në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Alo, përshëndetje. Alo, Alo, përshëndetje. përshëndetje. Klodi, Po.
Dhe me të bënë dhe i pytje, unë ajo pensioniste prej leshit jam, kam marrë edhe një 2 herë, tash dhe me të marrë edhe i herë. Cili rast? Me i të bënë, kam bënë gjyqin me 5 priu, e kam mushe viti që e kam bënë. Gjyqin e kam fitua, ma kam që në apel. Por atje nuk, që di se kur, unë jem 75 vjetë, që e presa se pres kam thanë edhe i herë. Po, a qoj të stopi, a mund dalin apo të qej të stopi dhjerë, ta gjiri ma shpejt i fjo. Unë jam 75 vjetë, por. E di dashur, te këto çështje nuk është se kemi kompetencë për të ndërhyrja, u kam thënë deri në kaluar. Më mirë të jemi sinqertë se sa. Nuk bëhet gjë për më shpejtu, thëm, jo, a? Jo, mund të bëhet, po jo nga ne, mund të bëhet përmes jush ose avokatit. Avokati më thotë kur dalin, qa di. Unë kam hargjuar 5 lek, por më bëhen gjyqi. Kam fitua. Po pra. Aja për fajnë e tyne nuk ka... E di. Me logarit të 25 vjeç, kush më kalon mua pa punë 11 vjeç. E di dashur, por që... Ato normat e minja i kanë shku diku i tjetër, se unë kam punu në kooperativë, nuk kam egzistë të emni kurkon. E kam fitu me gjyz, me dishmitar, tash deri kur kam me prit, kishëm me dasht me dit. E di, nërguar. Thash, ne jo se nuk duam dhe nuk mundem, i pyesim, por na kthehet dhe njëta përgjigje që nuk na kthe. S'mund është ti me pytit se të pëton. Edhe njerë, jo se nuk mundem, i nderuar. Mundem që të shkem me të, por nuk na japim përgjigje dhe sqarim për këtë gjë, sepse thonë që nuk jeni pale procesi. Më kupton? Mirë. Të përshëndes fort, faleminderit. Kudo që të shkosh ti një të sqarim të marrësh, më kupton, nuk është se po ta japim vetëm ne. Më fal, përshëndetje. Jo, asgjë, të lutem. Faleminderit dhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo. Mirëmëngjes. Po, javë të mbarë. Faleminderit. Kisha një për të sqaruar për çështjen e këtyre kredive që mire në banda për shtëpi. Është për gjithë me apo është për sankcionuar? Si për të gjithë? Cili rast? Kuj kredive? Jam në qytetet, do të marrë kredit, marrë të beshki. Po. Tani, më dojnë të kredit që në para të ditës nuk është për... Nuk të dëgjoj fare, i nderuar. Lëviz pak nga aty ku je se. Po, faleminderit. Po, lëviz pak nga aty ku je. Po, lëviza. Marrja kredivet për ndërtime për shtëpitë e janë në qytet. Po. Është djova, dhe u interesova dhe më thanë që nuk është për juve fukarenjit, po është për polica, për ushtëri, për të tjerë. Ato që janë me zero interes? Po. Po, është për kategoritë të tjera, është për mjekët, për mësuesit, për... Po ne kemi fukarenjit, si do bëjmë? Si do bëjmë? Jo, do të marrë kreditë ma shtëpi, se s'kam shtëpi. Po mund ta marrësh kredinë, i tash. Po kredi me zero kam lafi, si shtat juve. Jo, me zero jo, po nuk thash unë me zero. Më falë, vetimi qeverisë. Okej, po pra, po është për profesionet caktuara, për ato që diskutuam, që tha. Kuptova zotë Klodi që është si punë e seqe, po thotë kryeministri që pensionet dhe në 30 në thotë do vetë 200, po në 200 dhe në 30 nuk kam vdekur. Dhe ti ma njëri pas e me kredire me gjitha që doj. Faleminderit zotë Klodi. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit e ty nderuar. Ditë mbar. Shkojmë me tjetër. Telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes zotë Klodi. Urdhëroj dashur. Kemi folur edhe një tjetër, janë pak mira kola. Për këtë ndërprerjen e pensionit supliment të naftës që marrun. Dhe nuk e di, është kështu, pa kuptim, nuk e di të mos ndërprer. Janash, kurt, mars. Kur kemi folur ne? Para 3-4 ditësh më duket. Me emër? Fatmira Zogu Kola. Kola, ja? Po, Kola. Kola. O këtë javë marrim përgjigjen, zonjë. Më falë, pasaj të shqetësore. Jo, absolutisht jo. S'keni se kërkoni falje. Faleminderit juve. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjesi.
Alo, më mëgjesi. Urdhroni. Ule zërin e televizorit, të lutem. Për këto shtëpia të tërmetit, akoma s'është bërë, sa i kanë shpëndat, sa jo, kemi ngellë në rrugë. Për çfarë kategorisht, të lutem, dhe ule zërin e televizorit? Për tërmetit jemi. Okej, ku, në cilën zonë? Kombinat, akoma s'na kanë ndonë asë qarit. Sallatet janë bërë, janë futur sa familje, por tjere për jashta jemi. Kanë baruar e gjitha. Kjo është me radhë... Në që raste marin, po të ditë të në lejnë presim. E kuptova. Jemi shumë të shqetësuar. Shiko, po, kjo është një proces që po ndodh nga dalë, me thënë të drejtën. Nuk e di, para disa ditësh apo këtë javë do hidhet një short për apartamentet e reja. Dhe problemi është që gjithmonë kudo që ne pyesim në çdo njësi administrative apo bashki që familje do prekën nga tërmeti, ky është sqarimi që vazhdimisht na japin, që do të merren, por çështja është kur? Më kupton? Po panaj po themi pra kur, sepse janë futur 10 familje, pallatet janë mbaruara, neve rrim presin, dhe sa kur do presin e të shkret, të diqem. Qërat janë po 300.000 lek, në 200.000 lek marin, 220 marin bonus. Për shumë e vështirë. E kuptova. Por që kështu funksionon e dashur. E di që ka shumë, u bë kohë e gjatë e pa justifikuar, por janë edhe vërtimet, po s'na i dan tani e dirama dhe na lejë gjithë për jashta, po s'mori vetë. Të shpresojmë dashur. Unë falenderoj shumë dhe të uroj gjithë të mira. Faleminderit. Edhe ju. Bukur shumë. Presim telefonat tjetër. Mirëmëngjes. Alo. 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 Po pse i bërtet gruas kështu pa kuptim apo? Ule zërin e televizorit, të lutem. Alo, Klodi. Zonjë, ule zërin e televizorit, të lutem. Si jeni, Klodi? Ule zërin e televizorit, të lutem. Na ule zërin e televizorit. Ule në zero. Mirëmëngjes, Klodi. Duhet ule zërin e televizorit, ndryshe nuk flasim dot, zonjë. Ule, frike fare. Alo. Më fal, si ja ke bërë me këtë burdi gjatë gjithë kësaj jete? Qa ti shpej, Klodi? Po jenë televizion, thuaj, mo që ke këto të shara, thuaj. Si është e mundur, domethënë? Nuk e mendon fare. E fortje? Nese. Po çfarë të bëj? Urdhro. Klodi, gjoftu. Unë në prill të këtij viti, në 18 prill dalë pension. Po. Kam 12 vite punë. Në kooperativë. Tani kam dhe 2 vite i kam në fermët. Mi po vitet e fermës mua nuk më njihen fare. Ikim me telefonat tjetër, nuk mund të flasim dot me zërin lart televizorit e dashur, kështu që mirë, shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo, mirëmëngjesi. Urdhroni. Klodi, të kërkoj ndjesë se kam bezdisur? Jo, absolutisht. Kam marrë për mamin, më thej që mos ka ardhur një mesazh në telefon për punën e shtëpive. Dhe e kontrollova bimjen e mamit dhe nuk kishte ardhur. Nuk ka ardhur? Jo, s'kishte ardhur. Okej, ma lër mua tani. Okej. Faleminderit. Falenderoj. Edhe juve. Shkoj me tjetër. Alo? Alo, Klodi, mirëmëngjes. Urdhroni. Jam nga Lushnja. Ule zërin e televizorit, të lutem. Po. I kam dhënë leta që në 10 orë, unë,
Dhe akoma s'më kanë dalë. Si shpjegohet që di? Çfarë aplikimi? Për pension. Për pension. Në Albania, sot aty në fajnë ditë muaj punoj si sigurimi, që por në të ka dalë fajnë 216, kurse në të posta nuk ka të dhëna. Në çfarë kohë është bërë aplikimi? Po që nga data 20 nëntore kanë bërë ato letrat. Në nëntor? Po, 120 nëntore kanë bërë letrat. Në 23 dhjetore kisha unë. Ka shkuar pak sa si gjatë, po në emër të kujt është bërë? Në emër tim, Sulejman Seferi. Ku, në cilën drejtori? Në Didjak. Okej. Emri babait? Tafil. Në rregull. Faleminderit. Lutem. Gjithë të mirat, shkojmë me telefonat tjetër. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Me Klodë sot? Klodja. Po përshëndes, një javë të mbarë. Urdo? Në Sharqa jam. Urdoj dashur. Mora në telefon atëherë, më tha do ta bësh aplikimin në telefon tëm, tha. Me numrin tëm, aplikimin e dokumenteve të shtëpisë. Çfarë aplikimi e ka bërë ajo? Po e ka bërë. Ato dohet numri tëm, numri telefonit tëm. Ata janë një gjitha dokumentat. Po prapë, ti e ke bërë aplikimin? E kam bërë aplikimin unë. Po çfarë aplikimi kërkon? E kam bërë numrit vetë, e pa elektorit e çim fillim. Mire ke. Ç'të them unë tani? Jo, unë mora thash, a bëhet aplikimin shef? Prap. E ka 2 vjet që bo. Jo, aplikimi nga telefoni bëhet, po se di çfarë aplikimi duhet ta sqaroj ajo. Jo, aplikimin për dokumentat tote, jo, dokumentat janë në, po kështu për certifikatën. Se di në shumë. Aja i gjithë dokumentat janë bërë. Shiko, nuk e di çfarë pse ta ka thënë. Po, shumë nuk e marrë vesh, sa e leptohet e që në fillim, që më sa bojtë në telefon vetë. Nuk si jap ka në shumë, nuk e di, në që atë shkajt poshtë ta bëj, nuk e di, si të taj. Duhet ajo ta sqarojë çfarë aplikimi, Manushaqe. Do ta thot ajo dhe më kupton se s'di dhe unë çfarë të përgjigjet të tjera. Po i them një herë sot, ta më një herë sot. Çfarë aplikimi të bëj u them se dokumentat janë mbyll. Pyet edhe një herë sot, mirë dhe më thuaj për çdo gjë. Mirë, faleminderit rrok. Në gjithë të mirat e dashur. Faleminderit edhe për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhëro. Bashkia me Malaj. Si? Bashkia me Malaj. Amo. Të përlejnë, po bashkia me Malaj. Të është në gjirur zëri? Po tani, mosha. Dhe ne jemi 24 fshatra. Po kemi gjelur gati një javë, e 7 ditë, 3 ditë, pa drita, gjysmë ditë me drita. Dhe në ka harur një degatar e reporterës, dhe këta tani, të më falë ju se ju i të begullush, të shpeqyre, unë një ndjekë vazhëmisht, ata tani do në shajnë individat, nuk në shajnë shtetin. Në duam atë që ku e faja. Jo, tani si të lekajtë mua për shamu. E kuptoj. Edhe pasi të diqe unë, se unë ndjekë të jera, aty e ka fajnë drejtorie përgjithme elektrike që nuk i frizim këtyre zotrivet. Këta të së një shumë mirë, vetu me ruan, ka bratin e hargjuan, dhe ato e ndjekura. Vanë 6 vjetë. Po pra. Po su bërë një riparim, ata për një privat, për 24 orë
e ka gati. Kurse për fshatër e këtu, në anë shtetërore, jo. Krej gazetari mua nuk më pëlqeu, si djali mirë, po ato që thuhet, ato thuaj. Jo ata që për shtetin, për ta që janë detyrë, detyrit e këto nuk i vjerë privatit, atë individit. Ku s'kam pasën, me të punoj unë, e që është, mua nuk e duke drejtë. Ju u faleroj, se unë ndjek regullisht, jini të shkëllqyra njëre. Faleminderit shumë. Shkëllqyri unë nuk e bëj shumë, po a që kini, e kini. Punë të mbarë, Faleminderit. Faleminderit edhe juve po ashtu. Shkoj me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirë se erdhët. Po Klodi. Urdhëro. Njëm e persone që kom sjellë ato letra Dorazi Hyseni, më thonë drejtën po bën 4 muaj gjysmë, ke marrë përgjigje. Besoj këtë javë, Hysen, e di që je mërzitur, por jo për fajin tim. Urdhëro kur? Besoj këtë javë, e di që je mërzitur, por jo për fajin tim, më beso. Mirë, Klodi, mirë. Të përshëndesim dashur. Gjithë të mirat. I kime tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Klodi... Po. Jam në Elbasani. Ka bë legalizimin e shtëpive. Kam një vit e gjysmë, i ka bërë të gjitha, me notere, me posta, me gjitha. Dhe s'ke marrë përgjigje. Edhe përgjigje nuk më bjerë. Ja. Ule zërin e televizorit të lutem. Po. Ku ke aplikuar? Kam si muaj nuk e di, prej vite gjysmë ka. Jo, ku them, ku ndodhet prona, në cilën kadastër? Pronën time. Pa e di, se s'do aplikosh për pronën e komshillit. Ku ndodhet, në cilën kadastër ke aplikuar? Në Belsh. Pra të Elbasanit? Pa. Ke një dokument që ke aplikuar? Shatë të shirë. E kam dokumentit që unë dhe ato të tëre kam në... Jo, vetëm dokumenti aplikimit më duhet që të pyes në kadastër. Një rrosë, atete, do ashtu sa ta marrë unë, të marrë nesë të një. Kur të duash? Kur ta kesh dokumentin, ma nisë që të pyes? Jo, e kam, po, vëllohem unë ta marrë nesë, ashtu dhe i pengoj punë tyre. Ka problem fare, nuk më pengon asgjë. Dakor? Hajse, marrë unë. Në rregull, gjithë të mirat. Okej, shkoj me tjetër telefonues, mirëmëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Skoni. Urdhëro. Kam punu në kooperativ 9 vjetë. Edhe deshe më ditë, kam punu dhe në Itali 7-8 vjetë, 9 vjetë. Ta që i kam punu, kam bo dhe të ka kontributë këtu. Shqipni, kam pagu më rapa. Po? Por fitoj një jo për pensionit e lisë sot, jam aktualisht 62 vjeqë. 65 vjeç kur të plotësosh moshën i ndëruar. Jo, sot jam 62, po. Po jo, më këtë 8-9 vjeçarin që më kemë boni të lidhë regula, fitojna jo? 9 vite që si ke punuar në të zezë? Jo, kam punu me dokumentën në Itali. Nëse ke paguar, nëse ke punu me sigurime pa tjetër që... Nga 2012 jam kësë në Shqipni dhe kam pagu sa kontributët tjera prapë. Në Shqipni. Po më të logaritën të gjitha i dashur, dhe ato që ke punuar atje dhe këto që ke paguar këtu. Jo, këtu në Shqipni kam paguar aktualisht dhe me 34 vjetë. Po cila është pyetja për? Pyetja është kjo. Me 9 vjetë që kam bo në Itali, fitoj pensionin italian, apo jo? Do marrësh edhe për vitet që ke punuar atje, që ke... Po, mire, kam ke punuar dhe për vitet që ke në Shqipëri, pra do marrësh 2 pensione. Edhe tjetër tonë? Pa tjetër. E përse në gjëjmë lafë po që për tjetë që dohen 15 vjetë në një fjallë në Itali, që të fitosh pension në një fjallë. Jo, nuk ka lidhje, nuk funksionon ashtu.
Nuk funksionon ashtu rrap, faleminderit. Faleminderit aty për telefonatën. Shkojmë me tjetër, jemi në fundin e pjesës 3. Alo, përshëndetje. Alo. Mirëmëngjesi. Alo. Urdhro. Nga Fieri u marim. Urdhro Fieri. Po pëse s'po merë, ne emi një qytet ladërie, po dhe këta gazetarë, këtu Fierit janë nga qyteti ladërie. Pëse si vjenin a i gazetarë dhe mere direkt me ne popën e s'marin të vërtetën. Po kur vjen e Gjerama, Sali Berisha dhe këta ta i thurën mrapa filmojnë. Po të shikoje tani... Po, ule pak zërin e televizorit, lutem, ule. Po ja ule në fund. Po, e ula zemra, po të shikoje tani në fund, që u bend të zgjedhjet për më të mirin e rrethit, deputetet kandidatë rrinin brenda, kurse këta deputetet edhe gazetarët rrinin koridor, që ata mizë nuk i merin, edhe atje njerëzit që i qënë turrur, atje për të zgjedhur me të marrë dhe gjithë të blerë me lek. Mirë gazetarët, po ti ç'doja aty? Urdhë? Po ti ç'doja aty, them? Unë doja aty vajta për të votuar, edhe aty që blokuar komplet, ishte blokuar hyrja. Edhe deputetet kandidatë tash rrinin atje dhe mlidhin kartat e identitetit, edhe ja rreshtonin gazment bardhit, ja rreshtonin tavolin, edhe gazment bardhi. Kurse pleqët rrinin aty në radhë, të cilët këshin marrë në respekt 200% e sigurt, rrinin në radhë, edhe unë i kam futur me pleqët, edhe i pezullova gjithë ato, me fjatë, unë nuk jam as me djasët, as me të majtët, unë jam në ata që do të ndërtoj Shqipërisë punë juaj. Juve Allah dhe ju qoftë. Mirë, dashur, faleminderit shumë për telefonatën, gjithë të mirë të nderuar, edhe pse s'mora vesh asgjë. Shkoj me tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Uleni zërin e televizorit, zotri. Po. Alo? Po, të dëgjoj. Po, urdhoni. Më tani, u kam grunë invalide. Ka marrë pensioni, së 700.000 lekë një. Nga paguhet, zonja? Nga Kranz. Nga bashkia? Nga bashkia, Kranz paguhet. Nuk e përfiton një. Urdhë? Nuk e përfiton. Si se përfiton? Sepse paguhet nga bashkia dhe këto bashkisë këtë herë nuk kishin bonus. Tani e Dirama thonë 100.000 lekë dhe marrin kredi, valla. Jo, i ndërro. Kategoria që paguhet nga sigurime shoqërore. Vetëm. Me fjalë nuk... Fatkeqësisht jo. Falenderoj shumë, më vjen keq. Faleminderit i dashur. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Si shkruaj Klodi? Po urdhoni Klodi jam. Uleni zërin e televizorit, zonjë, ju lutem. A e ula? Ule në zero se nuk na duhet. Po tani? Po nëse ke ulur, mos më pyet, të lutem, se jemi vonë edhe me kohën. Po. Kjo partia e Diron në kohën e unizmit sot e në të hambar, po njeriu nuk ka lar. Nuk kemi lop në të hambar. Jo, sallatën e hamne, pse? Po, sallat po. Mos ta leshin krahët tonë, se nësë kemi fushjas me punu, kemi ngellë të imi pas kohë, me lë pas në skek krahit. Për shembull une, kur jam me smunje kronike, unë 50 vjeç me 9 prill. I kum lut doktorët në teknikim se s'jam as me për punë. Po? Gjithë jetës e 20 vjetë me i leshe. Me tiroide, me shtilën korrizore, me gjitha thunë mu për mu më shërë. E di ma po na mikë, po na mbytë fare, e mi të vdekë. Shikuj t'japin votën. As saliut, as edin, as njojt, dhe shketa edhi krysh. Votën, kom për ta shqit pa vleshme. Mirë shpirt. Pa vleshme, kom për ta shqitën dhe
Dhe struse unë e kumë shqit pavlishme. Okej. Gabim bëm, po nesër, është vendimi jotë. Të përshëndet shumë dhe faleminderit. Kalojmë publicitet se jemi vonë, dhe kthehemi pas pak në pjesën e fundit. Kthehemi në studio në pjesën e 4 dhe të fundit e emisionit, në këto 20 minuta të mbetura. Mirëmëngjes telefonata. Alo? Përshëndetje. Me zotin Klodi do të flas. Po Klodi, jam urdhroni. Nga qarku Elbasan Bashkia Belsh, kryeministri premtovi që invalidët u jepet ajo 150.000 lekë, 100.000 lekë e shtesa. Po? Të gjithë të tjerë. Invalidët nuk e kanë marrë, nuk e di, është analuar, çka... Jo, e kanë marrë, ata që paguhen nga sigurimi shoqërore, po. Po edhe ata, dhe një pjesë nga ata prapë nuk e kanë marrë. E kanë marrë. Neve jemi invalid që jemi kështu. Nga bashkia jo, pra? Jo, jemi invalid na... Si quhet? Nga bashkia? Për krajë sociale. Po pra, për krajë sociale nuk ka i dashur, nuk ka bonus. Nuk ka bonus. Jo, fatkeqësisht jo. Faleminderit shumë. Asgjë fare, të lutem, faleminderit e ty. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjesi. Urdhroni. Ju flas nga Peqini. Po. Uleni zërin e televizorit. Po, ja, unë. Po, urdhoni. Ashtu. Kam dalë në pension që në 2012. Dhe kam punuar 24 vjetë punë, pa ndërprerje, kam qenë mësues. Tani, ato vitet mbi 35 vjetë që kërkohej në atë kohë. A më takon mua të marrë në i përqindje? Pra ti ke dalë në pension para 2014-ës? Po, në 2012 në kam dalë. Jo, dashur, nuk ka ende një vendim të tillë, është folur disa herë kështu si në për të, le të themi. Por, jo, deri tani. Që mund të jepen. Jo, mund të jepen, po them që deri tani nuk ka një nismë konkrete. Nuk ka, Jo, i dashur, për fat keq, jo. Mirë, të falenderoj shumë. Edhe unë falenderoj ty për telefonatën. Ditë mbar. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jam një banore fshatit të Peshta Mideratit, Po. komuna Vërtop, bashkia Polican dhe desha të cisja pak për rrugën. Po. Edhe jemi 2 kilometra largë rrugës kryesore që rriti për në Verat, dhe po bëj unë këtu 20 vjetë martes, ka qenë edhe, në shedhu sa qaku që vinë këto votimet, edhe qaku në e ka marrë rëkeja nuk kemi. Do më të takën 2 makina që të dalim në rrugën kryesore. Do mos kun që janë e sëmur, më dhe sëmundja natën, hajde ditë një shikojmë gropat po natën. Së është vendor asnjëherë? Nuk është vendor asnjëherë, a? Asë dhe njërë, ata vinë për votimet, për të marrë votat, dhe një fukarin ku japin a një testë një, dhe asë dhe një gjithë tjetër nuk më bejnë. Fshati ka ikur, unë si kam mësit që ti iki jam e sëmur, po së besuat unë dëzoj dhe letrat e mija që jam e sëmur, vini dorë në zemër si emision që jeni. Okej. Mirë nderuar, faleminderit. Faleminderit, ju uroj punë të mbarë. Edhe ju faleminderit. Presim tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhro. Pa prenja si jam u bëra e bezdisur dhe unë e di po çfarë bëj. Tani folim të premten bashkë dhe më the do flasim mas emisionit. E di po. Punë e madhe të premten, kështu që e lam për sot. Mirë, dakor, s'është problem, po vetëm nuk të harroj. Po. Kam dëgjuar të gjitha ato se kam 5 vjet. E di për problemin të Albania. Po, në Albania unë ti kam dërguar ato tani me po sta vjen kodi, po nëse do komunikojmë pastaj. E mirë, inshallah zaro sot. Jo, nuk ka. Po më shkruaj, s'ka gjë, po harrova unë se. Ne kemi folur. Po të shkruaj, po më vjen zemra duke sigur të bezdis. S'ka lidhje fare. Mirë, faleminderit. Edhe ju faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mirat, shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, Klodi. Urdhëroj tash. Si jeni? Mirë si jeni. Nga tyri flasim, këtu në Fier nuk i kemi marrë këto shpërblimet që ka vënë qeveria. Paguani nga sigurimet apo nga bashkia? Nga sigurimet.
nuk i kemi marrë. Biles pyetëm kur morën pagesën dhe thanë që nuk ka për juve invalidët, vetëm për pensionistët. Ja, nëse paguash nga sigurimet po ma saktëso nga mirë. Sigurimet se i kam të përhershëm, po. Jam invalid përhershëm. Të pyes pas emisionit, por nuk më rezulton, po gjithsesi do pyes pastaj. Jo, është vërtet kjo se tani morën pagesën në fund muajit edhe nuk i kemi marrë. Okay. Dhe këtë përgjigje na kthyen që nuk ka për invalidët, ka vetëm për pensionistët. Do të sqaroj pastaj dashur. Mirë? Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Ditë të mbar. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes. Urdhroni. Gjeta unë atë numri, sa numri do të ime jam e Ina Belshi. Po. Për cilën rast lutem? Ja, që kam bo legalizimi e shtëpia dhe nuk ma faturën. Kjo pasa 2 vjetë e sapo, unë e Dokumenti më duhet. E për dokumenti unë e kam mbyllur me 02-2023. Po, duhet ma nisësh me foto, më jepi numër telefoni. A më foto? Po. Më jepi numër telefoni, s'ka gjë se të marrun pastaj. Numër telefoni të japu, në 068. Po? 31. 25. 25 apo 8? Jo, 5. 5. 420. Okej, faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mira. I kime tjetër, alo, përshëndetje. Po pse nuk më përgjigjem? Urdhoni. Bëra një pyetje. Po. Nëse ke 10 vjet punë sigurime shoqërore në Shqipëri. Gjoj këto emisione televizive, nëse ke 10 vjet në Shqipëri dhe 5 në Itali, vitet një pension me 10 vjet në Shqipëri dhe 5 vjet në Itali. Nëse ke vetëm 10 vjet punë në Shqipëri, atë vjet një pension në Shqipëri? Kur ke dhe në Itali? Jo, nuk kam në Itali. Jo, në Shqipëri duhet minimumi 15 vite dashur. Si? Minimumi duhen 15 vite për të përfituar pension. Po pse kur ke edhe 5 në Itali të vitet një pension në Shqipëri, nuk e kuptoj këtë ligjin e shqiptarëve. Si? Nuk e kuptoj këtë ligjin e shqiptarëve. Kur ke 10 vjet në Shqipëri të lidhet një pension nëse ke edhe 5 vjet në Itali. Se mos të lidhet edhe një pension nëse ke 10 vjet vetëm në Shqipëri? Po tani, kështu e ka ligje dashur. Kështu ka ligje, faleminderit. Të falenderoj dhe unë për telefonatën, ditë bukur. Jemi në 10 minutat e fundit, presim telefonues tjetër, ora 8:39 minuta. Mirëmëngjesi. Alo. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëni. Mirë. Të bëj një pyetje zoti Klaudi? Patjetër. Qoba i qenë shkollë të lartë. Pas shkollë hyri direkt në punë. Bukur. Shkolla e lartë, që që punë siguracion. Për gratë dhe vajzat po? Për gratë. Ne, dyta. Po në të isjësë, do kemi në rritë e roke, dina i gje. Deri tani nuk ka një vendim nderuar. Nuk ka, he? Ja. Dhe dhe këto femra të quhet shkollë e lartë, quhet punë, he? Po. Jemi nderuar. Faleminderit. Edhe juve po ashtu. Presim tjetër? Mirëmëngjes. Urdhëro. Si jeni? Si jeni ju? Desha të pyesja, kam qenë sëmurë me sëmundje të ndryshme. Dhe kam 3 muaj raporte mjekësore. Njihet si vjetër si pune? Po. Faleminderit. Faleminderit dhe juve. Po. Leja e lindjes. Njihet si vjetër si pune? Nëse janë të rregullta raportet, po patjetër që po. Po në kam qenë në punë në shtet, nuk e di, po që desha ta dija. Kam edhe një pyetje tjetër. Kam leja e lindjes, po pikosisht kam qenë edhe në shkollë, edhe me lej lindje, jo me lej lindje, po që
shtatzan. Edhe kam lindur 1 Po, pra thash po, e tham, e njëjta gjë është. Jo, se shiko, më përpara thoshin 1 shkolla e lartë, unë kam qenë në kurs. Po. Kurs për infermiere, dhe 1 me fjalë, leja e lindjes. Patjetër që njihet e dashur. Po. Po s'jam paguar unë ato kohë, se më kanë thënë që nuk... nëse si e paguar, jo. E pra, ndaj po jo, se ashtu i bie që... Për të tjetër jam paguar. Po, e dashur. Por, unë kam dalë një pension, kam 1 vit, edhe në vitin 85 kam patur 6 muaj që nuk i kam gjetur, dhe në 87 16 muaj. Po? Në para vitin 94, do më njihen këto, po kam qenë edukatore kopshi me ditë pune. Do të njihen aq sa ke punuar? Për të punuar kam punuar, këto që kam punuar, këto që më mungojnë them. Po, si që të mungojnë, pse të mungojnë? Po sepse nuk me kanë ndjedhur, nuk më janë njoftur, nuk i kanë gjetur, pra nuk e di ato raport nga që kam qenë tërkohë në infermier dhe këto kohë. E kuptova, por nuk të, jo, nëse më pyet për këtë ligjin e ri që është miratuar, jo, nuk është për këto. E për ligjin e ri po them unë që jo, nuk ka lidhje me këtë, është për ndërmarrje shtetërore dhe ish kooperativat bujqësore. Do thot që nuk do më njihen këto mua. Në rast se nuk ekzistojnë dhe nuk gjenden, jo. Po këta po thonë për ligjin e ri që do njihet që nga 94. Po pra, prandaj ta thash. Ato që janë para 94-s njihen në ish kooperativat bujqësore dhe ndërmarrjet shtetërore. Po pra, ato në kooperativë bujqësore i kam qenë në Nëse ke humbur, nëse të kanë humbur apo nuk gjenden të ish kooperativat bujqësore, po patjetër që do të llogaritet. Faleminderit shumë. Asgjë fare. Faleminderit ty për telefonatën. Gjithë të mirat. Mirë dëgjofshim. Shkojmë me tjetër. Që është larguar, jemi në 17 minutat e fundit. Ju presim në 068 99 00008 068 654 639. Alo. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si je, javë të mbarë. Faleminderit edhe juve. Edhe fest të gëzuar, bariam të gëzuar. Si ke qenë? Gëzuar, mirë. O, të më falë, ti e di që unë jam shumë e shqetësuar dhe të kuptoj shumë mirë. Jam në pritje, jam shumë e shqetësuar. Një averi jotë mua do më gjallëron dhe do më jep të jetë. E di po, të na vi përgjigje njërë. Okej, shkojmë tjetër. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, nga Pogradeci të klasik. Po, urdhoni. Dëgjova pak më parë për të kempeve. Invalidëve do ndajnë të muaj. Po? Po, do ndajnë të muaj, se nuk i kishe vend pra. Super. Invalide. Shumë mirë. Okej. Mirë, faleminderit. Faleminderit ty e dashur. Gjithë të mirat. Faleminderit për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Alo, përshëndetje. Alo. Urdhëro. Përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Gëzuar për shumë vjetë Bajramin një herë. Gëzuar. Edhe urime në punë. Edhe... Ja, o Klodi? Po. U lezërin televizorit. Po. Ure, dhe që ta them se këto, nështë se ke qef politikën edhe unë se du, po pëse s'ta mojmë, pëse s'du vëtojmë ju e trivet ma mirë në Delandit ti, Klodi, se Kornel këto të thonë premtime Saliu e premtime Edi. Çfarë garancie na japin këto që ne bëjmë ta premtime? Pse nuk shtrohet për shembull gjithë ecuria e gjithë pasurisë së Shqipërisë, që ka 90-a e knej. Pse nuk për shembull nuk del ka shkun avionat, ka shkun tanget, ka shkun pasuria, po dalin të shih pa pikë torbi. Dalin pa pikë torbi e bëjnë fushat si njëri tjetri. Ne nuk dim se ku do t'i japim. Ne kemi qef si me mbledh për zot, me thonë hajde të votojmë me marr i grup të mirë, grup të besueshëm, grup tamam. Po ditë se shqiptarët nuk po kanë besim më. Po. Ore ndoshta këta i bëjnë vetë. Unë nuk di ta them me pastërtin më të madhe. Këta janë bën o Glodja, di se shmora. Këta e bën si ai ka vjetër, në kohën e asaj kohe, thonë e çojshin për skrap. Për skrap do të thotë në tërtore. Këto të shti ta bëjoni pensionin kaq, tjetri ta bëj kaq, tjetri ta bëj. Po pse në fushat na kanë shkruajë Klodi, ta them me pastërti. E kuptova. Okej. Nuk e di. Duhet bëj kontroll nga Klodi në për spitale, në për arsime, në për kthejnë, në për po pse nuk vinë në për kështu? Pse nuk e shikojnë mbijetesë? Njerëzit të cofin rrugë, po njerëzit pa bukë më Klodi. Ai thotë shikush ka 40. Mirë nderuar, se nuk është se na futen shumë në punë. Klodi edhe i fije.
Unë kam 40 vjet pune. Ai i natën gjashtë, as nuk duhet ja shikoj fytyrën. Më thuaj. Po ata që kanë 40 vjet pune do të marrin pension 400.000 lekë. Unë se kuptoj se është e pabesueshme, çka garancia ka? Nuk marr përsipër të komentoj premtimet e politikanëve i dashur, të lutem. Jo. Faleminderit shumë për telefonatën, gjithë të mirat. Iki me tjetër, alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje dashur. Gjuar përshëndetje, Bajrami. Gëzuar dhe juve. Unë flas nga Dibra. Do të flas pak për pensionin e burrit tim. Po. Na jemi në Greqi, rrinë që 30 vjet burrim pa qenë në situacion në Greqi. Në Shqipëri ka 15 vjet punë. Deli pension me vetë në ndorë. A more pension 15 vjet punë këtu në Shqipëri? 15 vite po, është minimumi. Minimum i merr, a? Po, patjetër. Pension minimal, por e merr. Atë me vazhdu me boleta? Nëse është në mosh, po? Nëse në mosh me vetë në ndorë. Po, le ta aplikoj. I merë në këto, për në që i merë, a? Po. Me 15 vite pra është periuda... Po? Po, më thuaj. Në që ka 30 vite ka gjithë siguracione, po ta nuk e di ma i merë në agje në këto. Po, pa tjetër është pirësi, jo. I merë. Po. E kanë të shumë klede, të të qare punë, se ta dim që të vazhën bëmleta ka kuptova. Mirë bore, faleminderit dhe dashur, përshëndes. Gjithë mira dhe juve. Presim tjetër, mirëmëngjes. Alo. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje. Klodi më zhas. Po, Klodia. Ore, kam marrë një më para, ku jam jetoj këtë Astiri, kjo, rruga Astrit Losha. Kjo rrugë këtu ka 13 vjet pa drita, si betal. Po? Pa drita është tu. Rruga pjesa mbite me drita, kjo është pa drita. Po. Shpresojmë ti vendosin, e dashur. Ku do i vendosin? Ka 13 vjet, ore. Asfalt ka aty? Asfalt ka, unë që do asfaltin. Jo, po pyes, nuk thash që po ka asfalt pse do një drita, po pyes. Pa ashtu, pa rrugë, pa këmbësore, s'kam ku shkojnë këmbësore, pa shtypin makinat. Po pra. Pa mi, ajo është zonë në zhvillim, është. Në zhvillim, po ka 13 vjet, jo, kjo rrugë, 13 vjet. Okej, ndërruar. Faleminderit për telefonatë, shkoj me tjetër. Alo, përshëndetje. Po, tani. Alo. Jam qenë në kemp, ma kanë shputër 2-3 vjet, kam 7-8 vite, i kam pas kempin, a njëhen për vite pensionit. Po, llogaritet në rast se je paguar nga sigurime shoqërore. Në rast se... Po, në rast se ke marrë kemp nga bashkia, jo. I kam marrë të komuna, ma... Jo, atëherë nuk llogaritet e dashur. Për efekt pensioni llogaritet vetëm pagesat e kempeve nga sigurimet shoqërore. Shumë faleminderit. Të lutem, asgjë. Faleminderit dhe juve. Shkoj me telefonatën e fundit për sot. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, çfarë? Urdhoni. Kam javë për ardhin e tokave të kështu dhe nuk akoma nuk e kam marrë certifikatën. Si mund të vetojmë? Kur ke aplikuar zonjë? Kam kohë që kam aplikuar, të tëra dokumentet që kam bërë edhe. Kur pra, sa kohë ke? Pardon? Sa kohë keni që keni aplikuar? Tepër se një vit o 2 vjet. Në Redvesha. Ku në cilën kadastër, zonjë? Në Berati. E ke dokumentin e aplikimit apo jo? Po, e kemi. Duhet ma nisësh atë që të pyesim. Po si ta nisun atë? Po ky është problem. Ta të rrojnë post. Ose edhe ashtu, po. Po. Mirë, shumë të falenderit. Asgjë fare, të lutem, faleminderit ty. Gjithë të mirat. Ishte gjithçka për sot, faleminderit që na ndoqët, takojmë gjatë ditës lajme dhe nesër në program.